Policia Shkodrës në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë në operacionin e koduar Kasnec arrestuan të shumë kërkuarin 27 vjeçar Lazar Çukaj. Sipas bluve, ai akuzohet për vrasje për gjakmarrje kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë. Së bashku me të vllain Gjergj Çukaj kishin plagosur bashkëshatarin e tyre Nik Proj. Ngjarje kjo e ndodhur në vitin 2014 tek ura Kasnecit në fshatin Kier në Dugaxhin. Policia në atë kohë tha se krimin vëllëzërit e kishin kryer në bashkëpunim me njëri tjetrin për motive gjakmarrje për të marrë hakun e mbesës dhe xhaxhait të tyre. Hasmëria mes dy fisëve Proj dhe Çukaj nis me vrasjen në vitin 2010 të 63 vjeçarit Ndoc Proj. Sherrri më pas ka vazhduar duke u acaruar derisa sot, pas 3 vitesh, numërohen 3 viktima nga dyja familjet. Sipas policisë së Shkodrës, shkaki i kësaj ngatrese ka qenë pronësia mbi një vijë uji. Për këtë vrasje policia pati arrestuar Gjok Çukajin, vllain e 17 vjeçares, duke qenë se autori i vrasjes së Ndoc Projt ishte në burg. Atëherë familjarët e fisit Proj sipas policisë kanë vendosur që të marrin hak duke vrarë një nga meshkujt e fisit Çukaj. Ndaj kanë qelluar për të vrarë 70 vjeçarin Kol Çukaj në kohën kur ai po punonte në tokat e familjes së tij. Bashkë me të u vra dhe mbesa Maria, që po ndihmonte gjyshin e saj. Për këtë ngjarje u akuzua shtetasi Arjan Proj, 34 vjeç, i cili një vit pas kryerjes së krimit të dy fisht u arrestuan në tragedin e linjës Ancona Durrës, teksa po tentonte të largohej nga Shqipëria. Vrasja e Marie Çukaj ngjalli polemika aso kohë pas zbulimit të faktit se ishte bërë për motive hasmërie dhe prej përmbajtjes së kanunit i cili nuk lejon që të çellohet mbi një femër. Vëllezëri Gjergj dhe Lazar Çukaj ishin betuar se do të merrin hakun e kushërinjve Kolës dhe Marie Çukajt. Ata të fundit u arrestuan në vitin 2014, por gjykata e shkallës së parë la të lirë njërin nga vëllezërit, pikërisht Lazarin, duke e shpallur atë si të pafajshëm, ndërsa 4 ditë më parë gjykata apelit në krimet e rënda ka dhënë vendim të prerë duke dënuar me 21 vjet burg 27 vjeçarin Lazar Çukaj si autor i plagosjes së Nik Proj. Mes fisëve Çukaj dhe Proj ka një histori gjakmarrje prej kohësh.